Xhaveri, sot po shpreh sovrani, si do ta vlerësoni organizimin e zgjedhjeve? Kemi dy parë zgjedhje për herë të parë në historinë e Maqedonisë Veriut. Si e shihni organizimin deri më tani? Sa u përket zgjedhjeve të dyfishta, nuk është hera e parë që janë zgjedhje dyfishta, ka pas përputhje me zgjedhjet lokale, kështu që edhe qytetarët e kanë idenë se mënyra e veprimit dhe votimit, gjithsesi që pres zgjedhjet jenë të lira demokratike, qytetarët mund të shprehin vullnetin e vet lirshëm. Zatën atë e kanë treguar dhe është mundësuar më 24 prill. Unë pres që dita të mbaron njëjtë si me 24 prill, dhe me qetësi, me mundësinë që çdo qytetar shfrytëzon drejtën e vet për të shpreh vullnetin e vet në zgjedhje, të bëj për zgjedhjen që mendon se është më e mira për te. Kështu që uroj që ditat kalon qetë, shpresojmë që edhe moti nuk do ndryshon sipas paralajmërimeve, kështu që në fund gjithë ato që presin të arrijnë suksesin që e presin. Zotëri Ministër, ju tha që qytetarët ushtrojnë drejtën e tyre sovranet për të votuar, por është vënë re në disa qendra votimi që një numër i madh votuesish kanë refuzuar të votojnë për president. A mund të shojë censusi 40%? Si i druani këtij problemi që mund krijohet? Po shtash, unë nuk kam pse të druaj për fatin e rjedhës në fund në kontekst të numrave për dalshmërinë. Ajo thash është çështje e vullnetit të qytetarit dhe askush nuk mund të ndërhyjë në atë vullnet pa marrë parasysh perceptimet. Ne i kemi sqaruar në procedurat parazgjedhore, fakt në fushat, kemi sqaruar për nevojën për dalë vendvotime, për të shpreh vullnetin dhe për të dhënë verdiktin subjektit ose kandidatëve të cilët mendojnë se e meritojnë atë verdikt. Kandidatët për president janë deklaruar para qytetarëve, qytetarët i kanë dëgjuar dhe kanë mundësinë të përzgjedhin dhe të vendosin ja vlen apo nuk ja vlen me bë hapin e fundit në kontekst të asaj që janë zgjedhjet presidenciale. Çfarë prisni ju, zoti kryeministër, nga këto zgjedhje? Çfarë do të prodhojë ky rezultat dhe ajo që është paralajmëruar nga disa se do të bëjnë qeverie kështu me radhë? Është duke qenë pjesëtari subjekti politik dhe duke qenë një nga kandidatët, pres që të ketë fitore të bindshme, normale, për atë edhe kemi dalë të kandidojmë në para qytetarëve, por mbi gjitha them, ajo varet prej vullnetit të qytetarit dhe në fundit kur ti numërojmë kutit, shohim gjithë çka kemi arrit në kontekst të fushatës që e kemi bë. Si keni vlerësuar ndikimin apo orientimin që është dhënë nga Kosova prej kryeministrit kosovar këtë rast për njërin koalicion? Ka pas ndikim në zgjedhjet fillimisht presidenciale dhe tash prisni që të ketë ndryshim? Po gjithsesi që çdo deklarim publik ka një shkallë, themi kushtimisht, edhe ndikimi në perceptim për zgjedhje, por besoj që qytetarët prapë se prapë duke qenë në mundësi drejt për drejt të përcjellin deklarimet e gjithë neve të vendosin ashtu siç mendojnë të vendosin. Ka ndikuar kjo në relacionin e juaj si kryeministra dytë të vendeve? Po nuk e di për sa të herë e them, unë jam kryeministër i vendit dhe vendi është ndër të parët që ka njohur pavarësinë e Republikës Kosovës si dy vende fqinje, por më shumë se sa vende fqinje, s'do mend që si kryeministër nuk ka pse të ndikon në raportet institucionale ndërshtetënore, çështjet e qasjeve politike o çështje personale të atyre që kanë qasje dhe të menduarit politik të tillë, dhe s'do mend që nuk ka ndikim negativ në kontekst të asaj që janë raportet ndërshtetënore. Edhe zguxon me pas zatën. Ju vetë personalisht shfrytëzoat drejtën e votës edhe për presidenciale dhe për parlamentare? Po. Brukseli ishte i qartë, gjitha subjektet politike tha që duhet orientuar në të ardhmen e Maqedonisë në BE. A është fronti evropian njëri prej këtyre që ka më çu këtë synim? Po fronti evropian edhe si front, po edhe tek a tek si subjekte politike, mendoj që kanë vërtetuar edhe në të kalumin deri tani që përcaktimi i tyre është që vendi shkon drejt Unionit Evropian, për faktin që kanë bërë gjitha veprimet paraprake, edhe në kontekst të NATO-s në mandatin paraprake, edhe në kontekst të parafrimit në Unionin Evropian në mandatin rrjedhës, kanë vërtetuar që orientimin e kanë pro-evropian dhe jo rastësisht janë të bashkuar në këtë front.